20 nëntor hëna e re, 7 mrekulli do t'ju godasin brenda 72 orësh, ky mesazh ju gjeti. Mrekullia, 1. Hapja e papritur e dyerve. Të zgjedhur ndaloni për një çast dhe mbyll syt. Shiko atë derën e madhe që ka qenë e mbyllur në jetën tënde. Ajo derë që e ke parë çdo ditë në mendjen tënde, puna që të refuzuan vjetra herë, biznesi që nuk po niste kur, shtëpia që donje por nuk e arrije dot, dashuria që u largua dhe ti mendove se u mbyll përgjithmonë. Ti e ke ndjer atë derë të rëndë, të ftohtë, të pathyeshme. Ke trokitur derisa gishtat të janë bërë pluhur. Ke qarë para saj. Ke bërtitur. Je lutur. Dhe ajo qëndronte e mbyllur derisa sot. Sot, 20 nëntor, në orën që ti po dëgjon këtë mesazh, qelësi kozmik po futet në atë brava. Nga ky moment e deri më 23 nëntor, ajo derë nuk do të hapet ngadalë, jo. Ajo do të shpërthej. Do të dëgjosh zhurmën. Do të ndihesh goditja në shpirt. Do të jetë aq e fortë sa që do të lëkund themelet. Nuk do të ketë nevojë të shtysh ti. Dikush tjetër do ta hap atë për ty. Një email. Një telefonat. Një mesazh që të vjen në mesnatë. Po, pranohemi. Po, kontrata u nënshkrua. Po, erdha përsëri. Dhe ti do të rish aty pa fjalë, sepse do ta dish, ja ku është. Mrekullia e parë. Dera që ishte e mbyllur me vulë hyjnore tani po hapet me forcën e të gjithë universit pas saj. Mos u trem nga zhurma. Është zhurma e bekimit që po hyn me vrap në jetën tënde. Mrekullia. 2. Sinjali i padiskutueshëm. Tani ndalo dhe dëgjo me kujdes, sepse kjo është shenjë. Midis 20 dhe 23 nëntorit, ti do të marrësh një sinjal që s'ke për ta harruar kurrë. Nuk do të jetë diçka që mund ta shpjegosh me logjik. Do të jetë aq personale, aq e saktë, sa që do të bien lotët pa dashje. Ndoshta një emër që t'i jep përshpëritje në lutje vite të tëra do të vijë në telefon. Ndoshta një këngë që i këndojnë nënat ose babait tënd kur ishin gjallë do të bie papritur në radio pikërisht kur je në makinë vetëm. Ndoshta do të shohësh numrin 11, 11, 22, 22, 44, 44 kudo, në fatura, në tabela, në orë, derisa të kuptosh, po më flasin. Ndoshta një fëmijë i vogël do të shohë në sy dhe do të thotë një fjalë që vetëm ti dhe Zoti e dini kuptimin. Kur të vijë ai sinjal, mos thuaj rastësi. Thuaj, faleminderit. Thuaj me zë të lartë, e mora. E kuptova. Jam në rrugën e duhur. Sepse ai sinjal është nënshkrimi i Zotit në fund të kontratës së re të jetës sate. Është pulla zyrtare që thotë, lutjet e tua u pranuan. Tani fillon pagesa. Mrekullia 3, aktivizimi i rrjedhës së paravendalo për një çast. Vendos dorën mbi zemër dhe përsërit pas meje në mendje. Mjaft më. Mjaft më me atë ndjesi që të zgjon në 3 të mëngjesit dhe të bën të llogaritësh çdo lek në llogari. Mjaft më me frikën se mos të mbarojnë parat para se të mbarojë muaji. Mjaft më me punën që të rrjedh shpirtin pik, ndërsa të tjerët duket sikur i marrin lehtësisht. Mjaft më me nuk më del, nuk e përballoj, nuk jam për atë nivel. Tani dëgjo me çdo qelisë të trupit tënd. Nga ky moment, frekuenca jote financiare ndryshon përgjithmonë. Ti ke qenë si një radio e akorduar në stacionin e mungesës. Çdo ditë dëgjoje të njëjtën këngë të vjetër, nuk ka para. Nuk ka mundësi. Duhet të vuash që të fitosh. Por tani, pikërisht tani, në këtë sekond që po dëgjon këtë zë, dikush në qiell po e rrotullon butonin e radios tënde shpirtërore. Dëgjon zhurmën dhe papritur frekuenca e re. Stacioni i bollëkut. Stacioni i pasurisë që të përket ty që nga lindja, paraja nuk ka qenë kurrë larg teje. Ajo ka qenë gjithmonë rreth teje si ajri. Por ti ishe duke e shtyr larg me çdo mendim frike, me çdo nuk kam, me çdo nuk mundem. Tani ajo po të nuat si një erë e ëmbël. Po të ndjek. Po vjen me vrap. Gjatë këtyre 72 orëve do të shohësh gjëra që nuk i ke parë kurrë, një mesazh që të vjen papritur, ke një pagesë të vonuar që u lirua sot. Një telefonat nga dikush që se ke parë me vite, kam një projekt dhe mendova vetëm për ty, a je i lirë të hënën? Një ide që të vjen në kokë duke pirë kafe dhe të bën të dridhesh, kjo është. Kjo do të më bëj të pasur. Një klient që të paguan 2 fish pa e diskutuar çmimin. Një dhuratë që se prisje. Një mundësi investimi që të bjen në prerë sikur të kishte emrin tënd të shkruar me shkronja ari. Dhe më e bukura, nuk do të ndihesh i lodhur. Nuk do të ndihesh sikur po shet shpirtin. Do të ndihesh sikur po luan lojën më të bukur në botë dhe po fiton çdo raund. Do të ketë një moment brenda këtyre 72 orëve ku do të shikosh llogarinë tënde bankare dhe do të dalin lotët. Jo nga mungesa, por nga mbushja. Do të thuash me zë të dridhur, Zot, si është e mundur?
Dhe një zë brenda teje do të përgjigjet. Sepse ti e ke paguar çmimin. Ti ke vuajtur mjaftueshëm. Tani është radha jote të marrësh. Hap duart tani. Fizikisht. Hap pëllëmbët lartë. Dhe thuaj me zë të lartë, qoftë edhe përshpëritur, unë jam magnet për pasuri të madhe. Paraja më do dhe unë e dua paran. Unë jam i hapur dhe gati të marr bollëk të pafund. Paraja rrjedh drejt me e lehtë, shpejt dhe në sasi të mëdha. Unë jam i denjë. Unë jam i bekuar. Kështu është. Dhe kështu do të jetë për gjithmonë. Ndjejeni tani. Ndjeje si po të vjen era e parave të reja. Ndjeje erën e lirisë financiare që po hyn nga dritarja. Ndjeje si po të rre zemra më shpejt sepse e di. Ka ardhur. Sezoni yt i bollkut fillon tani, mos u çudit kur të shohësh numra që më parë shije vetëm në ëndra. Mos u çudit kur njerëzit të pyesin, çfarë po të ndodh? Çfarë ke bërë? Dhe ti do të buzëqeshësh dhe do të thuash vetëm. Më në fund u rreshtova me fatin tim. Kjo është mrekullia e tretë. Dhe është vetëm fillimi. Sepse kur paraja fillon të rrjedhë, ajo sjell me vete çdo gjë tjetër që ti ke dashur ndonjëherë. Jeni gati? Sepse nuk po vjen një val e vogël. Po vjen një tsunami bekimi financiar. Dhe emri yt është shkruar në çdo pikë të atij uji. Mrekullia. 4. Çlirimi i plot nga e kaluara. Ndalo një çast dhe vendos dorën mbi zemër. Ndjeja atë peshë që ke mbajtur me vite. Emrat që të lënduan. Tradhtit. Thyerjet. Braktisjet. Ato kujtime që të zgjonin natën me lot në sy. Tani merr frym thellë dhe nxirre ngadalë. Ndje si po largohet gjithçka. Sikur dikush po të heq një zinxhir të rënd hekuri nga qafa. Pa pritur ndjen lehtësi. Mendimi për atë person dhe nuk të dhemb më. Emri i tij e saj dhe zemra nuk të rre më fort nga dhimbja. Vetëm asgjë. Pastaj një paqe që se ke ndier kurrë. Ti je çliruar. Nuk ke më nevojë të falësh me forcë. Falon sepse nuk të intereson më. E kaluara u dogj. Hiri u shpërnda nga era. Ti je një fletë e pastër tani. Dhe në atë fletë të pastër, universi po shkruan kapitullin më të bukur të jetës sate. Mrekullia. 5. Lidhja hynore. Tani hap zemrën sepse po vjen dikush. Një shpirt që e njeh shpirtin tënd që para se të lindje. Nuk do të jetë një lidhje e zakonshme. Do të jetë njohje shpirtërore. Do ta takosh papritur në një dyqan, në rrugë, në një mesazh të gabuar që rezulton të jetë i saktë. Dhe kur ti shohësh syt do ta dish. Ja ku je. Të kam pritur gjithë jetën. Ky person do të shohë ashtu siç je me të vërtetë, me dritën dhe errësirën, dhe do të dojë akoma më shumë. Do të flisni pa fjalë. Do të qeshni për gjëra që vetëm ju i kuptoni. Do të mbështes pa të kërkuar asgjë në këmbim. Ose një marrëdhënie e vjetër do të ringjallet si feniksi. Personi që u largua do të kthehet krejtësisht i ndryshuar në versionin që ti ke lutur natën. Por këtë herë do të jetë ndryshe. Sepse ti nuk je më i vjetri. Ti je i riu. I zgjuari. I pathyeshmi. Dhe vetëm dashuria që meriton mund të qëndrojë pranë teje tani. Mrekullia. 6. Shtytja kozmike për shpejtimi. Do të zgjohesh një mëngjes brenda këtyre 72 orëve dhe do të ndihesh si superheroj. Energjia do të dalë nga veshët. Do të kesh qartësi që të tremë. Do të dish saktësisht çfarë të bësh kur me kë. Gjërat që zvarrisnin me muaj do të mbarojnë brenda orësh. Njerëzit do të të thonë po pa e menduar 2 herë. Pengesat do të zhduken sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Do të ndihesh sikur je në një makinë Formula 1 dhe dikush shtypi pedalin deri në fund. Mos u mundo ta ngadalësosh. Mos pyet pse po shkon kaq shpejt. Thuaj, më në fund. Hip mbi valën. Lësho kontrollin. Sepse universi po të çon drejt fatit tënd me shpejtësinë e dritës. Mrekullia. 7. Aktivizimi i plot i fatit. Dhe së fundmi ndjeje tani. Vendos dorën mbi zemër përsëri. Ndje atë nxehtësi që po ngrihet. Ato dridhje në shpinë. Atë ndjesi sikur po të kalon rrymë nëpër trup. Ky është aktivizimi. Fati yt po ndizet si një reaktor bërthamor. Nuk ka më kthim prapa. Çdo premtim që Zoti të ka bërë në heshtje po bëhet realitet tani. Çdo lot është kthyer në diamant. Çdo natë e errët është kthyer në agim të ndritshëm. Ti ke hyrë në sezonin tënd të lavdis. Nga ky moment, çdo hap që hedh është i bekuar. Çdo fjalë që thua bëhet ligj në univers. Çdo ëndër që sheh materializohet përpara syve të tu. Thuaj tani me zë të lartë.
Unë jam të zgjedhur. Fati im aktivizohet tani. Unë e pranoj. Unë e jetoj. Kështu është. Dhe kështu do të jetë. 72 orët e ardhshme do të jenë dëshmia më e madhe se Zoti ekziston. Sepse do ta shohësh atë duke punuar në çdo detaj të jetës sate. Qëndro zgjuar. Qëndro i hapur. Dhe mirë se erdhe në jetën që ke pritur gjithmonë. Je gati. Bekimi yt po vjen. Dhe është më i madh se ç'e ke imagjinuar ndonjëherë.